Aty është dhe një moment ëndre. Është dhe momenti ëndrës që mendoj që është realizuar shumë bukur, duke përdorur një lente ndryshe, duke përdorur tymin dhe duke krijuar një që zgjat për shumë pak sekonda, as një minutë, dhe tregon shumë, e ndihmon shumë filmin. Këtu është momente ky personazhi kryesor përballet me presionin e shumë kolegëve në punë, të komshinëve, të njerëzve të tjerë që i thonë shton ata miq, nuk ata për këtë nuk janë miq. Janë disa intruzi, disa që janë futur me dhunë në shtëpinë e tij, por në këtë hyrje që është bërë në këtë shtëpi, ky është personazhi kryesor që interpretohet nga aktori Romir Zalla, është i vetmi që nuk e pranon ndryshimin. Ndërkohë gruaja e tij, vajza e tij e pranojnë këtë familjen tjetër, miqësohen, sepse kjo familja tjetër sjell ngjyra, sjell një botkuptim tjetër. Dhe është pikërisht kjo dilema shumë e madhe që kemi ne si shoqëri me të huajt. Kur kemi bërë diskutimet me Renisin, i kam thënë, mbaj mend që i kam thënë që diskutonim dhe i thoja, shiko, Amerika është histori suksesi sepse është një kombinim kulturash, ku njerëzit vajtën nga kultura të ndryshme, u kombinuan me njëri tjetrin, nuk paragjykuan njëri tjetrin. Megjithatë aty ata kanë pasur problemet e tyre të zinjt me të bardhët, çështjen e racizmit, por ajo e ka bërë superfuqi Amerikën.